Nuk kemi dhënë deputetit mos komunikimi. Jo më pak se 12 deputet është vendosur që të kërkohet. Nuk kishte nisur operacioni në Lazarat, kur Gjovalin Kadeli, në emër të disa deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, deklaroi se do t'i kërkonin kryeministrit Rama largimin e të paktën një ministri për performancë të dobët. Lazarati tani është nën kontrollin e policisë së shtetit dhe Kadeli përgëzon punën e ministrit të Brendshëm, duke mohuar se rezervat e grupit prej 12 deputetësh të ishin për Sajmir Tahirin. Tahiri nuk ka thënë asnjëherë se duhet t'jap dorëheqjen apo do t'jap dorëheqjen. Nis Tahiri është një ndër ministrat më të suksesshëm të qeverisë. E kishit kërkuar ju më herë që një ndër ministrat të jepë dorëheqjen? Asnjëherë nuk kemi kërkuar ministrin Tahiri. Nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe nuk dëgjuar ndonjëherë nga goja ime emrin e ministrit Tahiri. Megjithatë, nuk e fsheh se ishin të shqetësuar për situatën e kriminalitetit në vend, duke vlerësuar punën e bërë në Lazarat. Deputeti i LSI-s sjell në vëmendje se ka dhe zona të tjera problematike. Ne kemi kërkuar që qeverisja të jetë më efikase. Që do thotë? Që do thotë vazhdimin e luftës pa kompromis me çdo element i keq bërë në Shqipëri përfshirë dhe Lazaratin, gjë e cila u vërtetua me ndërhyrjen e policisë. Lazarati nuk është i vetmi vend ku prodhohet lëndë narkotike, por si e tillë, duke qenë se kishte për masa të mëdha, u hunën kontroll të plot nga forcat e rendit. Ky është një sukses i qeverisë, dhe ka garanci më shumë për bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar në luftën ndaj këtij trafiki. Deputeti i LSI-s këtë përgjigje u dha gazetarëve një ditë pasi kryeministri Edi Rama dha vlerësimet maksimale për ministrin e Brendshëm, referuar operacionit disaditor të policisë së shtetit në Lazarat. Republikës më vete që nuk ekziston më. Pjesën tjerë të tymit